Fadil Vokri ishte futbollist i madh, por stadiumi që mban emrin e tij është shumë i vogël. 13.000 urset e këtij stadiumi nuk mjaftojnë që të pranojnë të gjithë ata që duan të vijnë të shohin futboll kur këtu luan kombëtarja e Kosovës. Ndeshjet që dardanët i luajtën këtu në fazën kualifikuese për kampionatin botror 2026 e sidomos play-offi kundër Turqisë, shfaqen nevojën më së emergjente që Kosova të ketë një stadium të ri nacional, të përmasave 2 ose 3 fish më të mëdha se sa Fadil Vokri i Prishtinës. Mundësi që Kosova ta kishte një projekt të tillë të bërë realitet tashmë ishin, por shanset që lindën 10 vjet më parë u venetën, për shkak të atyre që nuk luajnë, por atyre që bëjnë politikë. Një projekt ambicioz për ndërtimin e stadiumit kombëtar të Kosovës ishte inicuar pas pranimit të vendit në UEFA në vitin 2016, moment ky kyç që zori vend në Budapest të Hungarisë. Disi, në të u përfshi edhe shteti Nikoqiri kësaj ngjarje që nisi të bisedojë me qeverinë e Kosovës në terma konkret për këtë gjë. Burimet bëjnë të ditur se pala hungareze kishte ofruar një kredi të butë për financimin e projektit, duke përfshirë hartimin dhe ndërtimin e këtij stadiumi, sipas modelit të stadiumit Pushkas Arena, i cili ndodhet në Budapest. Kosova Press mëson se stadiumi ishte planifikuar të kishte një kapacitet prej 30.000 ulseve, të ndërtuar sipas standardeve të UEFA-s dhe të kishte një kosto ndërmjet 50 dhe 80 milion euro, duke përfshirë edhe fushat ndihmëse dhe infrastrukturën tjetër sportive. Kushti vetëm që kishte vendosur shteti hungarez ishte që 60% e këtij stadiumi të ndërtohet nga kompanitë hungareze, ndërsa 40% nga kompanitë kosovare. Sa i përket lokacionit, burimet e Kosova Press tregon se ishte propozuar zona e Bernicës, e cila në atë kohë ishte identifikuar si pronë publike, pas vendimeve të qeverisë që në atë periudhë drejtohen nga ish-kryeministri Isa Mustafa për rregullimin e pronave shoqërore dhe regjistrimin e tyre në emër të Republikës së Kosovës. Megjithatë, përkundër avancimit të diskutimeve dhe vizitave zyrtare ndërmjet të dy vendeve, projekti nuk u konkretizua. Burimet të Kosova Press theksojnë se procesi përfundoi pa një marrëveshje formale, pasi në atë kohë ndërmjet institucioneve tona nuk pati pajtueshmëri për vendin se ku duhej të ndërtohej stadiumi nacional. Pasi kishte insistim që ai të bëhet në Korroticë të Drenasit, që në fakt kishte qenë edhe propozimi i parë për stadiumin nacional. Duke parë situatën e krijuar dhe vonesat nga ana e palës kosovare për të shtyrë përpara këtë projekt, sipas burimeve të Kosova Press, pala hungareze hoqi dorë dhe u largua në mënyrë të heshtur. Kosova Press ka dërguar disa pyetje te ambasada hungareze në Prishtinë për të mësuar versionin e Budapestit të dështimit të projektit. Ende nuk ka marrë përgjigje në to. Ato do të publikohen kurdo që ambasada i kthen. Pavarësisht këtij dështimi, përpjekjet për të pasur një stadium nacional e modern vazhduan edhe më tutje, derisa në vitin 2019 u duk se diçka konkrete përfundimisht edhe po bëhej. Në qershorin e këtij viti, në Muzeun e Kosovës u prezantua projekti i stadiumit kombëtar, i cili do të ndërtohej në Korroticë. Në prezantimin e këtij projekti pati marrë pjesë edhe ish kryeparlamentari Kadri Veseli, ish ministri i sportit Kujtim Gashi, si dhe kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi. Republika e Kosovës duhet ta ketë stadiumin më të bukur në Ballkan gjithsesi. Edhe ky duhet ndërtohet. Duhet fillon këtë vit. Megjithatë, edhe ky projekt pati fatin e atij të mëhershëm. Mbeti vetëm në letër. Pra ne inicum hartimin e projektit për fizibilitet. I njëjti si projekt ka përfundu dhe po ashtu ne kemi prezantuar përmes maketës se si do të duket stadiumi kombëtar, përfshirë edhe sigurimin e lokacionit prej afër 20 hektarësh, të cilën komuna e Drenasit e ka bartë në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i cili është dedikuar për ndërtimin e stadiumit kombëtar, me një kosto prej 0 euro, pasi që ky projekt, kjo hapësirë e tokës, ka qenë pronë publike e shtetit dhe i është dhuru Ministrisë Kulturës për me ndërtu stadiumin. Por sa ulse ishte planifikuar të kishte ky stadium dhe cila do të ishte kostoja e tij? Ne kemi pas një kërkesë tjetër dikun rreth 50.000 ulseve,
Po natyrisht që ka pas mendime ndryshme prej 30.000 deri në 50.000 dhe një kosto prej parafërsisht rreth 60 milion euro, 50 deri në 60 milion euro, po flasim për një periudhë krejtësisht tjetër ku edhe çmimet kanë qenë tjera, ndërkohë sot jemi 6 vite pas pa pas ndonjë lëvizje në këtë drejtim dhe besoj që tashmë gjithçka ka ndryshuar edhe sa i përket çmimeve. Derisa ky stadium të bëhet, Kosova mbetet vetëm me atë Fadil Vokri për ndeshje të nivelit të UEFA-s dhe FIFA-s. Mbase, pas ndonjë viti, ati mund t'i shtohet edhe vëllai nga Mitrovica që mban emrin e kryetrimit të Kosovës, Adem Jashari. Por, as ky nuk pritet të ketë kapacitet të bollshëm për të kënaqur krejt apetitet e tifozëve të shtetit, kur këtu pritet të luajë kombëtarja A e futbollit, të paktën. Një stadium i ri, e sigurisht që edhe i madh, i është bërë obligim vendit të ndërtojë përlorat mesdhetare që në Kosovë do të zhvillohen në vitin 2030. Ky, megjithatë, nuk do të jetë ai që të gjithë e presin, nacionalizmi.